Mendoj që ajo që është e rëndësishme është që në lidhje me Kosovën dhe Serbin nuk mund të ketë ecuri pa normalizimin e plot të marrëdhënies ndërmjet këtyre dy vendeve dhe sigurisht që unë më pas do të shkoj në Bosnjë Hercegovinë sot pasdite dhe do të takohem me të gjitha palët atje në mënyrë që të qetësohet situata në Bosnjë Hercegovinë. Shqipëria ka një agenda ambicioze për të përfunduar negociatat me BE-n në 2 vitet e ardhshme. Dhe ajo që dëshiroj të them është që nuk ka ndonjë qark të shkurtër për të arritur ose ndonjë rrugë të shkurtër për të arritur me antarësimin në BE përveç performancës së duhur në reforma. Dhe reformat janë të vështira, kështu që ju keni mbështetjen tonë të plot sa u përket çeljes së grup kapitujve të tjerë dhe përmbushjes së standardeve krahasimore në veçanti në sundimin e ligjit. E ardhmja e Shqipërisë është në Bashkimin Evropian dhe unë me kënaqësi kam parë edhe në nënshkrimin e kësaj marrëveshje 90 milionë euro me Bankën Evropiane të Investimeve për të rindërtuar hekurudhën ndërmjet portit të Durrësit dhe Rrogozhinës si pjesë e korridorit të 8, pra të këtij projekti. 2030 a është pra një objektiv realist? Po, është në rast se ne të gjithë do të ndërmarrim hapat e duhura gjatë rrugës, pra Shqipëria me reformat e saj, po jo vetëm reformat që duhen miratuar, por edhe këto reformat të miratuara që duhet të vijnë në zbatim. Dhe këtu sundimi i ligjit është skajshmërisht i rëndësishëm, pasi sundimi i ligjit shtetit së drejtës është një nga bazamentet, themelet e Bashkimit Evropian, por është edhe themeli begatisë së një vendi. Është realiste në rast se të gjithë bëjmë detyrat e shtëpisë. Kemi pasur një takim si gjithmonë shumë pozitiv. Ashtu si tha zëvendës presidentja, mes nesh dhe Bashkimit Evropian nuk ka asnjë problem apo çështje të hapur. Përkundrazi kemi një linjëzim të plot në të gjitha aspektet, gjë që shprehet më së miri edhe në politikën e jashtme të Republikës së Shqipërisë, e cila është 100% e linjëzuar me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Natyrisht që pjesa jonë është që të përmbyllim negociatat me sukses deri në fund të 2027-s. Ne jemi shumë të përgatitur për ta bërë këtë dhe po punojmë çdo ditë për këtë. Ambicia është që brenda vitit të hapim të gjithë kapitujt dhe e përsëris kur them ambicia nuk është ambicia jonë, është pjesë e planit të dakordsuar dhe në momentin që të gjitha këto bëhen realitet nuk ka asnjë pengesë përderisa Bashkimi Evropian e ka hapur derën dhe për herë të parë mendoj unë që prej shumë vitesh kur dera u mbyll pas antarësimit fundit që ishte Kroacia, dera është hapur realisht dhe është konkrete hyrja në Bashkimin Evropian për interesa të përbashkëta, strategjike. Natyrisht që kjo lidhet patjetër me punën tonë dhe puna jonë nuk duhet të ndërpritet asnjë sekond. Kjo është logjika. Pasaporta e BE-s është rrjedhoi e antarësimit. Në momentin që ne antarësohemi në BE, marrim dhe pasaportën e BE-s. Dhe është e qartë që në këtë rrugtim duhet në fakt bashkëpunimi i të gjitha palëve, sepse për të duhen disa reforma shumë të vështira që duhen zbatuar plotësisht dhe për këtë duhet mbështetje, përkrahje e plot. Ajo që kuptoj unë këtu është që në Shqipëri të gjithë qytetarët e kanë dhënë pra mbështetjen e tyre, përkrahjen e tyre për rrugtimin e Shqipërisë dhe antarësimin e saj në BE, pra një mbështetje e gjerë dhe kjo është një gjë që shqiptarët duan ta arrijnë, antarësimin në BE. Nuk ka një forcë tjetër që e kryen dot këtë mision. Këtë nuk është Bashkimi Evropian që e përcakton. Dhe edhe nëse mendojnë nuk kanë për ta thënë ndonjëherë. Kështu që kjo është një pyetje pa lidhje, nuk kam asnjë koment për këtë, s'kemi asnjë shqetësim lidhur me atë temë. Qasja jonë
ndaj gjithë kësaj politike të re që po bëhet me tarifat, është një qasje shumë e thjeshtë dhe në një farë mënyrë komode për vetë pozicionin tonë, për vetë volumin e tregtisë që ne kemi me Shtetet e Bashkuara dhe në rast se i referoheni edhe tabelës tarifave të shpallura nga salla ovale, ne nuk kemi arsye të kemi asnjë shqetësim.